6 muaj pasi është dhunuar në banesë së bashku me babain, Altin Mecaj nga fshati Vjos në Fier kërkon drejtësi për këtë ngjarje. Emigranti i kthyer nga Gjermania pretendon në një deklarat për mediat se është dhunuar nga disa persona, mes tyre dhe një polic i drejtorisë së Fierit. Ai kërkon prokurorisë të vijojë hetimet pasi shprehet se ka fakte të reja, teksa thekson se polici që e ka dhunuar është rikthyer në detyrë. Në datën 10 janar 2026 unë jam dhunuar në banesën time, unë edhe baba im nga një efektiv policie i quajtur Fredi Astrid Lamaj. Dhe e kam denoncuar në polici, kjo bën 6 muaj dhe nuk shikoj asnjë lloj lëvizje, nuk është marrë asnjë lloj mase, edhe një masë që është marrë paraprakisht ditët që unë kam qenë në spital, që ai është pezulluar disa ditë nga puna, është rikthyer. Unë kam fakte të reja në këtë drejtim. Për arsye se mua më kanë ardhur në spital dhe më kanë kërcënuar që të tërheq denoncimin, edhe ky që e ka bërë është xhaxha i këtij djalit, quhet Shkëlqim Lamaj. Edhe një mesazh tjetër, po nga xhaxha i këtij djalit Aranit Lamaj ka dërguar mesazh që unë të tërhiqem. Mecaj shkon edhe më tej duke u shprehur se nëse nuk merren masa atëherë do të bëj vetë gjyqësi. Kërkoj nga prokuroria, kërkoj nga shteti të japi zgjidhje. Kam ardhur 2 herë, kam bërë kërkesë me shkrim dhe s'kam marrë asnjë lloj përgjigje. Ai baba im ka nipër, ka mbesa, ka vëllezër, ka motra. Për mos të vajtur më tej, ja kemi besuar shtetit, por shteti duhet ta zgjidhë. Mos ma lëri mua, se kjo në një mënyrë apo në një tjetër do zgjidhet. I pyetur në lidhje me këtë ngjarje, kryeprokurori i Fierit Helion Mostafa i ka pohuar se çështja është nën hetim dhe po shikohet me përparësi.